Të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Vijmë të mbetemi po së bashku në hapësirën e intervistës dhe patjetër që do të vijojmë të diskutojmë dhe analizojmë se lakon të gjitha zhvillimeve politike, zhvillime të cilat lidhen konkretisht me zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025, listat e kandidatëve përkatës për 12 qarqe të vendit, për të gjitha debatet e jashtme, debatet e brendshme apo qoftë edhe pakënaqësirat e krijuara për shkak të mos futjes në lista të sigurta apo qoftë edhe në lista të hapura. Në këtë moment më bashkojnë një komunikim të drejt për drejt nëpërmjet Skype-it, kandidati për deputet në qarkun e Shkodrës, Ted Kopliku. Ted, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Tedi, në fakt do doja të merrja komentin tuaj të parë se lakon gjithë zhvillimeve të cilat kanë sjell dhe janë përcjell më njëherë pas bërjes publike të listave për kandidatët për deputet në zgjedhjet parlamentare. Dua të di pak për mendimin tënd aktual mbi të gjitha ato figura të Partisë Demokratike të cilat e kanë shfaqur haptazi tashmë pakënaqësinë e tyre për shkak të mosvendosjes në listë të sigurt apo në listë të hapur, dhe një ndër ta i cili është vendosur në listë të hapur jeni edhe vetë ju personalisht, por do ta flasim këtë pak çaste më vonë. Atëherë, sigurisht që lista është një pjesë e vështirë e Partisë Demokratike, por gjitha subjekteve politike për të ndërtuar, gjithmonë ka hapësina për më bërë mirë, e gjithmonë më shumë se sa hapësina për më bërë mirë, ka komente për sa i përket mundësisë për më bërë ndryshe. Tre elemente është dashur më plotësu në krijimin e këtyre listave, që është bashkimi i Partisë Demokratike, duke marrë parasysh atë përplasjen e madhe që ka pasur këto 3 vite. E dyta, përveç bashkimit, pa kemë respektimi i strukturave dhe institucioneve, gjë që është pasqyruar edhe në prezantimin e listave për deputet. Dhe e treta është gjithë përfaqësimi. Pra, në të 3 rastet, unë besoj që Partia Demokratike ka realizuar më së miri punën e saj. Pakënaqësitë e personaliteteve të caktuara sigurisht që janë për të analizuar nga vetë Partia Demokratike, sepse çdo vot ka me pas vlerën e saj, por unë besoj që kjo betejë është më e madhe se sa betejë personale se cilit përnesh për me kanë pjesë e parlamentit shqiptar. Më vjen mirë ta dëgjoj nga ty këtë, Ted, por pse vijon ky mentaliteti i betejës personale tek të paktën një pjesë e figurave? Pse duan njësër personazhesh, individ të jenë pjesë e listave të sigurta, pjesë e listave të mbyllura? Kjo tregon se kanë frikë të përballen me realitetin dhe kanë frikë se nuk grumbullojnë dot votat e duhura për të marrë postin e deputetit, apo thjesht duan të qëndrojnë në listën e mbyllur për të marrë thjesht pozicionin pa bërë asnjë lloj fushate të vetme? Ka disa analiza, se secili qytet ka atë specifikën e vet. Disa mund ta mendojnë që pjesëmarrja në një garë në listat e hapura është praktikisht e pamujtur, por nuk duhet harrojnë që më përpara kanë kenë lista totalisht mbyllura dhe njerëzit që kanë pranuar për shembull vendin e Mam, vendin e Vet, vendin e 11, po marrë rastin e Shkodrës, e kanë pas sigur që nuk futen në parlament, megjithatë kanë zgjuar me kanë pjesë e ekipit. E njëjta gjë ndodh për listat e hapura, tek listat pjesërisht të mbyllura që kemi sot. Disa personalitete nuk e quajnë të arsyeshëm me harxhu energji për garën për mu bë pjesë e parlamentit shqiptar, por shohin vetëm diku tjetër. Disa të tjerë mendojnë ashtu siç thotë ju, që pse nuk jam unë aty, nuk meriton Partia Demokratike të ketë lista të hapura. Dhe këtë logjiku nuk e kuptoj. Dhe këtu thamë që betejë jonë është shumë më madhe se sa betejë personale e secilit për individëve, sepse secili për atyre që janë listat e mbyllura mund të bëhet vetëm pyetje. Pse jo unë, sikur ai ishte në listën e hapur. Pra, unë për shembull në rastin e Shkodrës unë bëna një analizë thjesht. Lista përfaqësuese e Shkodrës në listën e mbyllur nuk më përfaqëson. Dhe pse të mos jem unë në listën e hapur? Do të bëj përpjekjen për me kanë pjesë e parlamentit shqiptar, përderisa është matematikisht e mujtur. Mirë, ndërkohë që ne flasim, Tedi, do t'i lutesha regjistë të më vendoste pak në dispozicione dhe grafikun e listës së Partisë Demokratike për qarkun e Shkodrës, në mënyrë që edhe për publikun të jetë qartazi e pasqyruar, me të gjithë emrat qoftë në listën e mbyllur apo qoftë edhe në listën e hapur. Tedi, në listë mbyllur në qarkun e Shkodrës,
Luciano Boçi, Greta Bardeli, Ramadan Lika, Kliti Hoti. Në listë të hapur, Ludovik Hasani, Gent Ndoi, Bart Spahia, ju personalisht Tet Kopliku, Gloria Shllaku, Ndoc Ashta, Senada Mehmeti, Arben Lusha, Matilda Matia, Lilian Idrizi dhe Elmira Ndrevashaj. Në qoftë se do të bënim një lloj përshkrimi në mënyrë të përgjithshme të gjithë skuadrës së vendosur për qarkun e Shkodrës nga Partia Demokratike, qoftë lista e mbyllur, qoftë lista e hapur, cila do të ishte një përkufizim i saktë? Atëherë për listën e mbyllur po i marrim me radhë. Po. Luciano Boçi është drejtuesi politik, diçka që ishte e parashikueshme, dhe është strategjia që Partia Demokratike ka zgjedhur në të gjithë qarqet, është diskutuar, debatuar, por nuk ka vend për koment. Është një figurë shumë e mirë për sa i përket hierarkisë që ka në Partinë Demokratike, por edhe integritetit të figurës së tij, pra në atë listë qëndron shumë në mënyrë shumë dinjitoze. Greta Bardeli është deputete aktuale e Parlamentit Shqiptar, femna ma votuar primare, pra kena dhe elementin e primarëve. Personaliteti tjetër është po ashtu një deputet aktual i Partisë Demokratike, zoti Ramadan Lika, që përfaqëson malsinë e madhe, dhe i katërt i Kliti Hoti, një figurë që vjen jashtë strukturave të Partisë Demokratike, por një figurë me një integritet final, pra për sa i përket profesionalizmit të tij dhe asaj që ai përfaqëson në botën profesionale, por edhe si një emër që përfaqëson qytetin e Shkodrës. Pra, secili prej tyre është në zemrën e tij. A kishte mund dikush tjetër po ashtu me kanë në zemrën e duhur të kenë pjesë listë mund po atyre. Po katër vende janë. Katër vende janë dhe pjesa e listës së hapur ka brenda personazhe të njohur ose të panjohur që përfaqësojnë më së miri qytetin, por edhe pjesë tjera të qarkut të Shkodrës. Se unë thash tre element, harrova një element që është aleancat. Ne nuk duhet të harrojmë edhe aleancat që duheshin të respektohen. Pra aleancat, institucioni dhe bashkimi i Partisë Demokratike që edhe në listën e Shkodrës, siç është në listën e Tiranës apo qyteteve të tjera, përfaqësohet më së miri. E kuptoj. Ndërkohë, ajo se çfarë është vënë re menjëherë pas bërjes publike të listave, Tedi, për pos qarku të Tiranës, që ishim pothuajse të njëjtat figura me të cilat jemi mësuar të përballemi dhe të shohim të paktën gjatë 30 viteve të fundit, të gjitha qarqet e tjera, të paktën lista e hapur i është besuar figurave të reja, prurjeve të reja, qoftë nga kampi socialist apo qoftë edhe nga kampi demokrat. Do të jetë kjo një betejë ndryshe nga ato se çfarë jemi mësuar të shohim gjatë fushatës elektorale dhe këtyre zgjedhjeve parlamentare, Tedi, dhe pse janë të rëndësishme këto zgjedhje parlamentare për ty personalisht? Atëherë për sa i përket Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste kanë zgjedhur dy strategji të ndryshme. Aq më tepër këto lëvizjet e reja që kanë zgjedhur krejtësisht strategji tjetër. Partia Socialiste ka futur në listat e mbyllura njerëz anonim, që jo domosdoshmërisht një figurë e re është edhe një figurë e mirë. Pra, ka figura të reja, por që nuk i thonë asnjë gjë qytetit ose ashtu. Për sa i përket pjesë të figurave të vjetra që thonë jo ose fytyrave që ju jeni mësuar. Ka edhe një hapësim, po themi, për tek listat e hapura që nëse qytetari mendon që është bërë gabim pra në këtë listë dhe nuk i kanë dhënë vendin e duhur figurave që ata pëlqejnë, ky korreksion më bëhet duke u votuar në listën e hapur këto personazhe. Dhe unë për personalisht mendoj që unë si figurë e re, mundem me pas me mbështetjen e njerëzve të jem pjesë e asaj liste. Pra, në këtë aspekt nuk është një mundësia për figurat e reja. Por kundazi, unë besoj që Partia Demokratike ka përdorur këtë strategji që figurat e cilat mbledhen edhe nga elektorati i vet, që mbledhen edhe nga të pakënaqëmit, të jenë po themi motorri për të mbledhur vota. Sigurisht që ka edhe fitues të primarëve që janë po ashtu pjesë lokomotivës të kësaj fushate, dhe kjo e bën listën e Partisë Demokratike me një mentalitet në mendimin tim fituesit. Pra nuk është vetëm mandatet që do të jenë në parlament, por ne po mendojmë, siç tha doktor Berisha, ne po mendojmë për rënosjen e qeverisë ardhshme dhe aty është një hapësim e madhe për të pas edhe figurat e reja pra në administratën e re të shtetit shqiptar. Për mua personalisht është një betejë të cilës ne kam hyrë shumë i ri, dhe sot unë quaj vetin gati për me kanë pjesë e Parlamentit Shqiptar, për shkak të angazhimit që kam pas, për shkak të situatës që është,
për shkak të një realitetit ku të rit po ikin, unë kam zgjedhur më kthy Shqipërinë dhe në mënyrë absolute nuk e quaj heroizëm, kthimi në Shqipëri, por e jap si shembull, si model që ky vend bëhet momenti që le të përballemi. Dhe problemi i Shqipërisë, unë kam thënë gjithmonë, është problem politik. Nuk kena ne probleme luftësh, probleme saksinash, ne kena probleme politike në Shqipëri. Dhe mos angazhimi i trive, mos angazhimi në përgjithësi politik, ka bërë që Shqipëria më arrit në këtë pikë që është. Dhe në këtë kontekst pra unë kam zgjedhur për më marrë dhe me kënë vit parë kësaj betejë, që është betejë elektorale e 1 maj, që për mua është një betejë ekzistenciale për Shqipërinë, sepse imagjinoni fituarën e 4 mandatit, një mandatit 4, në fakt të Partisë Socialiste, unë nuk e di çfarë shpresë do të kishte ne shqiptarit për më ndërtuar të ardhmen këtë vend. Cila do të jetë betejë reale e Tedi Koplikut? Dhe ai trëmbet Ted Kopliku listës së hapur dhe votës së qytetarëve? Jo, përkundërzi, unë fakti që kam pranuar në kanë pjesë e listave të hapura dhe unë kam treguar në angazhimin tim gjithë këto vite, unë nuk futem për me marr pjesë, unë jam fut për me fitu dhe besoj që do të jem pjesë e parlamentit shqiptar në zgjedhjet e ardhshme. Betejë jeme është me përfaqësu gjeneratën time që mendimin tim është ose e keq përfaqësuar ose e pa përfaqësuar krejtësisht. Qoftë në parlamentin shqiptar, por edhe në narrativin, sepse sot kena të bëjmë me disa sfida të reja. Janë prek disa nga këto tema edhe nga Partia Demokratike, për sa i përket inteligjencë artificiale, zhvillimi i shqiptisë teknologjike, pra krijimi i një ëndre të re për shqiptar, pra përveç se me hek Edi Ramën, që është mision çdo shqiptar në mendimin tim, ne kemi një mision tjetër për të ndërtuar të nesërmen e Shqipërisë. Dhe nesërmen e Shqipërisë nuk i ngjan i bërë referencë në kontekstit botëror. Nuk është masi më përpara që politikanët vishin të ndoshin 24 orë ujë, 24 orë drita, ne flasim për sfida krejtësisht reja për Shqipërinë, të cilat unë besoj do t'i përfaqësojnë nesër në Parlamentin shqiptar. Tu kanë pjesë e kësaj gjenerate, tu kanë një person që ka kryer studimet në Shqipëri, po ka kryer studimet edhe në Francë, pra kam një lloj eksperiencë qoftë akademike, por edhe jetësore në një vend zhvilluar demokratik si Franca, dhe besoj që në këtë pasqyrë të asaj që unë përfaqësoj, qytetari shkodran ka mundësi përfaqësoj. A do të jetë në këto zgjedhje Shkodra pjesë e një surprize të opozitës, Tedi? Surprizë, fitoria e opozitës në Shkodër nuk është surprizë. Surprizë ishte. Jo, duke marrë parasysh faktin që në zgjedhjet lokale, në zgjedhjet lokale, e kuptova. Pushteti vendor u mor nga Partia Socialiste. Shkodra besoj do të sot vjedhja, sepse një nga arsyet e hupjes Shkodrës është edhe përfshirja bandave, blemja votave, dhe sot, si më thanë, me angazhimin edhe të drejtësisë, që do të jetë goxha më pamujtën sot. Nëse më përpara flitet për Xoba dhe 6 muaj burgim, sot flitet për 8 vite burg, dhe unë besoj që edhe drejtësia duhet ketë atë rolin e saj për me stopu vjedhjen dhe manipulimin e votës. E dyta, lista e Shkodrës në listën e kundërshtarit është një listë që bën diferencën, nga ana cilësore, por edhe nga ajo që Partia Demokratike ka përfaqësuar për Shkodrën. Se përtej propagandë, ne duhet harrojmë që Shkodra mbetet qytet dhe Bashkia e Shkodrës në vite, pavarësisht propagandës, e ka rrit qytetin e Shkodrës dhe ka bërë investime të qelësishme. Dhe sot, Bashkia e Shkodrës, për shembull, e drejtuar nga socialistët, sigurisht që bën më shumë zhurmë, lyn fasada, krijon këto konceptet, ne nuk duhet të harrojmë transformimin që është bërë Shkodrës nga Partia Demokratike, qoftë në infrastrukturë, qoftë në riqim, qoftë në rrujtjen e identitetit qytetit, qoftë në implantet e pastrimit, të cilat harrohen, dhe sot duhet që të shohim këto fasade që lyhen, po janë gjëra që nuk i përmirësojnë jetën domosdoshmërisht qytetarit. Shkodra besoj që ka me dalë, unë mendoj që Shkodra duhet të pa diskutuese 6 mandate në 11 mandate, dhe duhet me andru mandatin e 7. Por me kanë realiste, se më thanë edhe më shumë mandate, por besoj që Partia Demokratike do të dalin fituese në Shkodër. Pra pretendoni për 7 mandate në këto zgjedhje parlamentare. Ja, 6, do të pretendu 6 një pas sigurtave. Por për më mirë është 7.
Për me andru për shtatën, po, besoj që kena drejtën legjitime me andru për mandatin e shtatë. Absolutisht, secili ka të drejtë të ndërrojë për atë se çfarë pëlqen dhe se çfarë dëshiron. Tedi, në këto zgjedhje risi do të jetë edhe vota e diasporës. Pra emigrantët do të votojnë nga vendet ku ata jetojnë, kanë ngritur familjet e tyre, bizneset e tyre, punën e tyre tashmë prej vitesh. Janë mbi 230.000 të regjistruar tashmë për zgjedhjet si votues për zgjedhjet parlamentare. Është cilësuar si tepër thelbësore, të paktën nga ana e Partisë Demokratike, opozita e të tjerë, vota e diasporës, që kam përshtypjen do të jetë një votë e cila do të përkthehet në diku 22 ose 23 mandate. A është vërtet thelbësore kjo votë, Tedi, dhe a është vërtet vota e diasporës ajo e cila mund të bëj një rotacion, sepse ka qenë një frazë të cilën e kemi dëgjuar shpesh, të paktën gjatë muajit të fundit deri në mbylljen përfundimtare të regjistrimeve? Absolutisht. Në dijenin time i ka kalu 240.000 miratime, pra vota të diasporës. Në qytetin e Shkodrës është më shumë se 16.000 të regjistruar dhe ata përgun për të votu, që vetëm nga numrat, vetëm matematikisht kuptohet përgjigja e pyetjes tuaj, pra që po do të jetë vetëm marrëse diaspora dhe do të jetë decisive pra vota diasporës. Kjo është për mendimin tim është një lajm i mirë për opozitën. Pjesa më e madhe e njerëzve të larguar, sidomos vitet e fundit, kanë larguar sepse kjo qeveria ka bërë pamujtur jetesën në vendin e tyre dhe interesi i nalt. Nuk duhet harrojmë që ndryshe nga vendet të tjera, regjistrimi për të pas drejtën e votës ka qenë diçka që e ka bërë secili individ personalisht. Nuk ka qenë shteti ai që ka ndihmu ose ka mjek hapmasapit regjistrimin e personave. Dhe 250.000, po thonë që 250.000 të regjistruar për një proces që për herë të parë në Shqipëri, është tregon një interes jashtëzakonisht të lartë të diasporës për me marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme. Dhe unë nuk mendoj që është një diasporë që është e kënaqur me qeverisjen e vendit. Ne flasim për një shtet ku popullsia, praktikja e vendit është banë në Shqipëri. E kam të qartë, po kush e siguron votën e diasporës, sepse këtu qëndron i gjithë problemi thelbësor i këtij procesi. Kush e siguron votën e diasporës, Tedi, që kjo votë nuk do të tjetërsohet? Po, që nuk do të tjetërsohet. Rreziku i manipulimit të votës diasporë është po aq i madh sa rreziku i manipulimit të votës këtushme. Në Partia Demokratike ka marrë këtë angazhim përsipër. Ne nuk do të dalim në fund të zgjedhjeve dhe thojmë na i vollën. Ka marruja epokë e Partisë Demokratike ku qaj. Sot ne jena në zgjedhje për sigurisht që ne nëse nuk arrijmë për menal vjedhje, ne duhet ta faktojmë atë dhe ti çojmë në burg të gjithë njerëzit që kanë po themi shkaktar të kësaj vjedhje. Por ne nuk do të thojmë fund zgjedhjeve ne i vollën votat. Partia Demokratike me gjithë avokatët e saj, me gjithë personalitetet politike publike, është angazhuar të paktën që prej 2013-s nda janë vjedhur është theksuar, Tedi. 2021 apo 2013. Të paktën pas mandatit parë të zotit Rama. Po pra, në 2013 janë është pranuar hupja, vazhdon dorëheqje nga zoti Berisha. Po, e thash nga 2013 në momentin kur edhe zoti Rama filloi qeverisjen e tij, prandaj. Ja pra, dakord, për një pa famun, është një opozit që është drejtuar nga zoti Basha, i cili ka denoncuar gjithmonë vjedhje për pa arrit me dhënë zgjidhje për pjesën e vjedhjes. Sot opozita ka një çast sekret tjetër, dhe do të jetë garantja e votës shqiptare. Mëna pjesa e votimit diasporës do të kryhet, ndërsa hala nuk është precizuar kush do të realizoj procesin e votë, pra marrjes dhe dërgimit votë, por do të jetë një kompani serioze e cila nuk do të vënë në pikpyetje kredibilitetin e saj për hadër të mandatit të zotit Rama. Pra përveç Partisë Demokratike ka një lloj garancie edhe nga kompania që do të merret me realizimin e votës diasporës. Partia Demokratike është garante, Partia Demokratike do të bëjnë gjithçka për të mbrojtur votën e shqiptarit. Mëna është një përgjegjësi individuale, për shembull, nëse vota shqitet, nëse vota manipulohet me vullnetin e individit, ky nuk është as faji i Partisë Socialiste, as faji i Partisë Demokratike, është faji i njerëzve që kanë vendosur me shit demokracinë e vendit. Tedi, unë besoj që
nuk janë shumicë kjo kategori njerëzish që kanë zgjedhur me shit Shqipërinë, duke shit votën e tyre. Mua në fakt më pëlqen shumë që të kemi të rinj si ty apo si kushdo tjetër me ideale të qarta, me përgjegjësi individuale, me përgjegjësi morale, të rinj si ty e shumë të tjerë që duhet të na përfaqësojnë denjësisht në parlament për të vetmen arsye për të ndryshuar rrjedhën e historisë vendit tonë. Do të ishte më e mira e mundshme, gjithsesi kjo mbetet për të parë, dhe unë nuk më mbetet gjë tjetër veç se të të uroj suksese gjatë fushatës elektorale, por edhe për zgjedhjet parlamentare. Ndërkohë, kam edhe 2 minutat e fundit dhe po t'i vendos ty në dispozicion mbase për të përcjell një mesazh drejtuar qytetarëve shkodran dhe jo vetëm. Atëherë, falenderoj shumë për fjalët dhe jam shumë dakord që ka nevojë për një rigjenerim pra edhe të diskursit publik, edhe të figurave të reja në politikën shqiptare, por unë kisha dashur të bëj vetëm një modifikim të asaj që ju thatë, që sigurisht që ne duhet bëjmë dhe ka shpresë që gjenerata jonë të bëjnë diçka ndryshe në politikën shqiptare, por nuk duhet harrojmë asaj çfarë është bën këtë 34 vite. Pavarësisht kritikave që kena për politikën shqiptare, ne duhet të jena si brez, garancia për me çu përpara atë çfarë është ndërtuar deri tash, me gjitha defektet që janë bërë. Sigurisht mos e përsërit gabimet e të shkumes, por jo duke thënë që ky gjë nuk është bërë si son dhe erdh me ne për me zgjedhje, sepse kjo retorikë është një retorikë e gënjeshtër që në 2000 e kusur vite të historisë njerëzimit ka treguar gjithmonë që çon nga një tragjedi në një tragjedi tjetër. Ne duhet jena, unë jam përfaqësues si brez të çfarë të rritën në klimën demokraci dhe ky brez ka detyrën qytetare për Milan fund tranzicionit 34 vjeçar dhe të kyt unë besoj që një më dhanë garanci që do të luftoj të pakun për Milan fund tranzicionit shqiptar dhe me kalu në fazën tjetër për një shekull 3 shqiptar, për atë që Partia Demokratike ka quajtur për Shqipërinë mallështore. Të falenderoj shumë që ishe sot në Fox News, ne do të jemi sërish në të tjera komunikime së bashku, Tedi. Ju falenderoj për ftesën me kënaqësinë më të madhe. Mirë, kemi qëndruar deri në këto momente me Tedi Koplikun, kandidat për deputet i Partisë Demokratike në qarkun e Shkodrës, teksa ne këtu do të shkëputemi së bashku. Faleminderit për vëmendjen tuaj.